Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut, sot do flasim, do përkujtojmë veten dhe ju për një moral i cili është shumë i rëndësishëm në jetën e muslimanit, e i cili ka peshë të madhe tek Allahu, ka shpërblim të madh dhe ka ndikim në jetën tonë, sepse na sjell bereqet në shtëpia tona, e na i ndriçon me nur shtëpia tona, e na i largon të këqijat nga shtëpia tona, e i cili për fat keq, do thot, është duke u zbehur, sikurse edhe morale tjera. Është fjala të nderuar vëllezër besimtar për mikpritjen në Islam. E kjo ka peshë dhe rëndësi, krejt çka tu çaj përmenda më herët, ka ndikim në jetën e besimtarit, sjell shpërblim, sjell nur në shtëpinë e besimtarit, sjell mbrojtje në shtëpinë e besimtarit dhe i largon të këqijat nga shtëpia e besimtarit. E si veprim i tillë, sa më shumë që largohem me kohë prej kohës të Muhamedit alayhis salam, don moralet shkojnë e zbehen më shumë. Mirë për detyre jona si xhallar, pastaj edhe juve si besimtar, që këto vlera me i ripërtri dhe me i fut në funksion, sepse kanë ndikim të madh në jetën e muslimanit. Edhe në aspekt individual, mirë po edhe në aspekt shoqëror. Andaj këtë drejtim, kur flasim për moralin e kërkum edhe individin, sa të mësosh diçka të re pe fesë, apo ke përsërit diçka, lloj dashur besimtar, peshoje veten tonë, ku qëndron karshi ti kësaj pune. Flasim për namazin, këshire ai fol 5 kohë namaz. Nëse ai fol çysh duhet. A ka mundësi me përmirësim? Andaj morali i sot për cilën kemi fol sot, mikpritja për dikon është adet. Të vjen dikush te shtëpia, krya çfarë adeti nxjerrë pe shtëpisë, edhe kështu mos mu bohur. Për besimtarin është ibadet. E fut dikon në shtëpi, e nderon, mirë po ki sevap të madh tek Allahu. Dhe pastaj përmes që ti ibadetit ti çe bën, e mikpret në musafir tek Zoti ki shpërblim të madh. Dhe çaja shtëpi ka bereqet të madh. Çaja shtëpi ndritet me nurin e Allahut. Ndritet vëllezër besimtar me nurin e Allahut, sepse Allahu don me i nderu musafirt, edhe në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, vetëm se do të me i përmirëson jetët. Jo me thon mos të bëh në hur, mirë po të nderoj një musafir për hir të Allahut. Të nderoj një rob të Allahut. Të nderoj dikon se Allahu don me nderu musafirin. E kur veprat tona pasurohen vllazni, me që si ndlej njete, me të vërtet shtëpia tona kanë me uzdrit me nur. Shtëpia tona ka me ra bereqeti vëllezër besimtar. Në shtëpia tona nuk ka me nxon vend shejtani, këqijat dhe të kurthat, të cilat për fat keq janë shtum. Tash na po përmend vllazni vetëm një faktor. Dhe nuk do të thotë që ky është kryesori, po nuk bën me nëçmu asnjë faktor. A keni po kur po analizohen proceset e prodhimit, veç një faktor me dështon këtë prodhimi. Edhe çështo vëllezër besimtar jeta muslimanit është, don sikurse thot pejgamberi sa mos e nëçmoni asnjë vepër të mirë. Qoftë don edhe mbrojt pe zjarrit të xhenemit me një gjys kokre hurme. Andaj këtë drejtim mikpritja e musafirit në Islam është moral i lartë dhe në këtë drejtim jemi të ftuar që me i trajtu musafirt me dignitet. Dëgjoni të nderuar vëllezër besimtar që të hadith edhe vetëm qysh e ka zbrit Allahu këtë shpollë të Muhamedit alayhis salam, po thot kështu: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa." Kush e beson Allahun, subhanallah. Çfarë fjalë më dhe kush e beson Allahun, vetëm me ditën e vllazni. Kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të nderon musafirin. Çaj që e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, urdhër falyukrim dhayfa. Don më një herë le të nderon musafirin. Apo shënë vëllezër besimtar, nuk qenë ka çështje vogël. Do ti më nderu musafirin e ki urdhën pe Allahut, po ta kushzon, nëse te beson Allahun çu ç'dohet, edhe musafirin ndero. Më një herë hodhë në aksion. Andaj për moraleve të larta që thret feja jon, qenë ka respektimi apo nderimi i musafirit. Andaj këtë drejtim sikur na si musliman tek shumë fut çysh është dash pe fillimi kët s'kish pas në vëllezër besimtar që më hop ka shumë hotele, e ka shumë qira, e kështu më radh. Mirë, pe bim pazarin pak më poshtë.
Mirë po, në shtëpia tonë vëllezër besimtar, ajo mbo shtëpia, don që tonë ka i sallon e kemë rregullu mirë, po sa po presim musafir. Kur e moj mend vllazni që të ka hidhni musafir në shtëpi, apo janë bo sallonat, këtë ai investim që u bo është që në ditë bajramit me tar një 10 musafir ka 2 minuta. Përndryshe, ton në vitin kush të në shtëpi me pi një gotuj, me pi një çaj, një kafe, dhe kjo ka pasojë vllazën besimtar. Këtë çato çaj përmendëm, berecetin, mbrojtjen, nurin, largimet këqija për shtëpisë, ti s'u arrin. Pse? Se ke dështu me fut në shtëpi po them kushtimisht një faktor që i sill krejt çtu. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, na do të më funksionu si një trup, edhe çto parime, çto morale të larta do të më shtin funksion. Nuk është e thonë sikurse ka disa sufi presin mrekulli, don sikur mund më të fol me loça për dorë. Jo bre, këtu ndikojnë gradualisht në jetën e secilit dhe e përmirësojnë cilëtetin e jetës tonë. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, shumë vepra të vogla shpërblehen shumë si pasojë një jeti të mirë. Edhe shumë vepra të mëdha ose nuk shpërblehen hiç, apo shpërblehen pak si pasojë e një jeti të gabuar. Edhe ti vëllezër besimtar është çështja e musafirllakut apo mikpritjes në Islam. Ka rregulla, si shkohet njëri nëse s'pranon, po edhe kur shkojsh, do të më shku me rregulla të mirëfillta. Him shtëpi duke dhënë selam. Qa shohëm, s'flasëm, qa dëgjojmë, nuk flasëm, edhe mikpritja, vetëm ja situatë, që thënë dietarët, që nuk llogaritet israf, të prem shpenzim është, nëse të ka orë një musafir. Me uqumë me ndëru, te, edhe ki qef me ndëru fort, edhe shpenzon shumë, s'dhimen, që kjo nuk llogaritet të prem shpenzim. Pse? Se kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit le të nderën musafirin. E të më bën për hir të Allahut. Andaj është sikurse me dhon sadakot shumë në rrugt të Allahut. Andaj e do më ndëru fort për hir të Allahut. Kjo nuk llogaritet që ke bë shpenzim. Andaj në këtë drejtim mos ta privojmë vllazni veten tonë prej një bereceti kaq të madh, e cila vjen përmes një vepre të thjeshtë, një vepre të vogël, s'ke mundësi shumë, një çaj ke mundësi më aqit. Një kafe ke mundësi të kujt me aqit, një gotuj, mirë po, mos lëndë vëllezër besimtar që me na hi musafir 2 herë në vetë për bajram. Edhe ato si të dalë, mos e privoni veten për një mirësie të madhe, sepse vëllezër besimtar thonë dietarët, në atë shtëpi ku s'ka musafir, ka telashe. Çatë shtëpi ku s'hin musafir, ka telashe, ka probleme. Andaj, shikane qysh besimtari e trajton jetën e vet për këndvështrimet fetare, për asoj ka kanë argumentet fetare, jo sikurse po presim mrekullibërje, më ardh me na xhu dikush na shkop magjik edhe rregulloj jetën. Jo, me çdo vepër ti që e bën e përmirëson cilëtetin e jetës tonë fetare, e cila pastaj ndikon edhe në atë të kësaj dynjes. Andaj këtë drejtim të ndëruar vëllezër besimtar, një kafe, një çaj, një gotuj, një ëmbëlsirë nuk ka shumë. Andaj s'është marrë, sa ki mundësi me ndëru. Nona besimtarve. Aisha, vëllezër besimtar. Aisha, radiallahu anha, i ka orë një musafir. Një gru me 2 fëmijë. Turitën, të të në orë dherë tonë, musafir, je murit. Po i thot Aisha, veç një hurme e kam. Edhe ja u qëtë në sofër. Bëjrëm. Po vëllezër besimtar, na i kemë punë ma mirë se që kaq. Tonë e kemë ma shumë se një hurme në shpe. Andaj me ta orë një musafir, mëse kthe, një gotuj, një çaj, një kafe, sepse në shpitone ka më ra bereceti, shpitone ka më ra mbrojtja Allahut, në shpitone vëllezër besimtar kanë më largut këqijat si pasoj se me laqet lutën për ty, se pasoj si në qatë shpitone zbresin, me laqet. Është një hadith vëllezër besimtar i cili është i kontestum vërtetësinë e saj, po dietarët e përmendin, thonë qatë shtëpi ku s'hin musafir, s'hin me laqet. A përshëndet vëllezër besimtar? Vepër e vogël për na duket e parëndësishme, po përshëndet sa faktorin e paska, apo e shehni sa rëndësinë e paska në jetën e besimtarit. Andaj këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, muslimanët e parë e kanë kuptuar çështjen e fesë shumë seriozisht. Në çdo aspekt. E një ditë Omeri radiallahu anhu, duke qenë halife, i shkon pas mërzit. Dhe i thënë, o prisi besimtarëve, çka ki që e mërzit, kish pas thonë, sot s'kum pos musafir. Në ditë, s'ka pos musafir. Edhe është mërzit. Andaj, halli jonë,
sallonat mirë, të ndaj të rregullum të bukur, mirë po s'na hin musafir përveç se në Bajram ka 5-6 minuta musafir që hinë e dalin, andaj po privohen për bereqetit, përkundër pasunisje e kem. Vëllezër besimtar, jem të jetuar me mirëqenie. Shumica popullit i kanë punë të mirë, edhe në këtë drejtim, po prap s'po na mjafton. E pse kjo? E dini hadithin, ka shku një djalosh te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ka o dërguari i Allahut, na të nat mirat e Zotit i kem. Kështu i ka thonë nëse para frazoj. Thot, po s'po mund ngihum bok. Kështu i ka thonë. Thot, ndoshta ju hani don domas. Që kjo ka qenë shkaktare që ka u bereqetin në shpe. E i thot, hani bashk, hani me bismillah, kom ju mjaftu. E këpëshen e vlozën besimtar, këta veç pse që kanë hungur buk domas, ju ka u bereqetin në shpe. Gjerësa, na po flasim për faktor të shumë, e sot i në të trajtu vëtëm një pëjtyne. Andaj këtë dretim të ndërru vlozën besimtar, me i prit musafert, është se vapi madhë dhe ka mirësi shumë, me atë sa këj mundësi. Sad ibn Ubada, një sahabi i madhë, e kish pas musafir në ditë Muhammedin a.s. I dërguari i Allahut, vula pejgamberis, më i dashur i Allahut te krejt njerëzimin, a dini vëllezër besimtar me çka ka gostit? Neve, me ndar kryetari i komunës, këgja të lashe bohëm. Çu më nderu. Është në rregull, s'ka kur të lashe. Po Sad ibn Ubada çka ka pas? Do buk edhe do vaj ulliri. Çka pas mundsi? Edhe ka nderu pejgamberin a.s. don me to bërëm dërguari i Allahut. Pse? Veç mos mu prehupe, një sahabi ka që madhë. Por, pejgamberi sëram vula njerëzimit e pejgamberis, do në qëfar tha, pas e kryti, u lët, edhe këtë du të më konë morali jonë, i konë të konë musafir, me bo do, lozën besimtar, për atë zëtën e shpis, për familjen e tina, mos mu bo kopratës, se qaj që të ka nëru, ta ka bo një vërpove, e gjuha tona, do të më konë familju, se duke bo do, andar, po thot pejgamber, eftarën dhe konë sa imun, inshallah, të kjo bojnë, do në iftar, agjeruset, dhe kaleta e lebrar, edhe hongëshin ushqimin tuaj njerëz e zgjedhën, wa salat aleikum malaika, dhe u lutshin për juve me laqet. Në këtë dua, pejgamberi ai son po thot bofshin të ju iftar agjerusit. E pse kështu? Se me hongur buk agjerusi, ta e pse vopin e tina. Andaj, non po lutet me një lutje shumë madhështore, edhe në këtë drejtim të ndërua vëllezër besimtar, edhe ne duhet të jemi që ku shkojmë dikon me u lut për hajër, për çat familje që të kanë nderu, sepse ta ka bën një ndër të madh për hir të Allahut dhe për fund ka ardhur edhe një dua tjetër e cila thot Allahu ju dhosh bereqet në atë rrezikun që Allahu ka furnizuar. Edhe kjo është për edukatës të musafirit që me u lut në atë vend ku shkon për mirëqenien e tyre e mos më u tregu koprat, sepse kjo është për kopratësive më të këqija që dikon mund më has. Me kaq më bëj në portë ytbes, duke u falë te Allahu, kërkon me falë sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndërua Allahu besimtar, mikpritja në Islam qenë ka pjesë shumë e rëndësishme e moralit në besimtarit. Zatën në pi cilësive më të rryera që Allahu nuk ka qef me i poti në rëbit i është me konë kopratës. Andaj kopracat ata janë me një kategori që Zoti nuk e dënë me po. Andaj mikpritës nuk mund me konë kopratëse, edhe besimtari me pas këtë cilësi, le ta dinë që cilësi e urritet tek Allahu, mirë po qenë ka shkak i bereqetit që shtëpinë tonë për largimin e të këqijave dhe sherrëve dhe dëmeve. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, don secili nga ne të mundohet të gostit familjen e tij musafir. Mos u friksoni nga varfënia. Mos u friksoni vëllezër besimtar për një vepre të vogël e cila ka peshë të madhe, sepse në këtë drejtim çdo vepër që ne e bëjmë ka ndikimin e vet në jetën tonë. Andaj tregohet një rast të historisë islame, e cila thot se njëherë një njeri e kishte ftu një besimtar në shtëpinë e vet për drek, edhe i tregon gruas thot sot e kam film personin në shtëpi musafir, të kisha lut me manderu me përgatit. Gruaja tha pak për të rënë se ky zoti i shtëpisë tha kish qef shpesh me pos musafir dhe ftonte shpesh musafir, edhe thot e boni adetën gruaja, i boni të mirën e vet, dhe kur erdhi ky burr në shtëpinë e tyre, thot e filloi me bismillah, që do të më konë edukata, shpejt muslimanë janë me bismillah, pastaj lutet për ata, dhe thot pasi dua laj, thot mastina, thot dolën një numër kallabak insekte mastina. Mrekulli, çudi, e çan ndodhi kjo? Po thot ai gruaja u thot se po mjetresht, thot
bereqeti i musafirit i nxirrit këqijat për shtëpisë. Andaj vëllezër besimtar shumë divorce, telashe martesore, mungesë e lumturisë, mirë po një faktor i rëndësishëm, s'po them që është kryesori. Kryesori është më fal namazi, më lexu Kur'ani dhe më përmend Allahu, por faktori pashmangshëm i rahatisë së shtëpisë tonë, familjeve tona edhe i lumturisë tonë është prezenca e musafirëve në shtëpia tona. Andaj vëllezër besimtar, morali i ynë kompletohet edhe me këtë moral, me ftu njerëzshme dhe me nxon se vop sa më shumë, sepse pas ka ndikim të madh në jetën tonë. Andaj lutem Allahun që Allahu të na mëson të jemi të tillë, të jemi të bujar, që në shtëpia tonë të kemi musafir të zgjedhur vllazni, njerëz që përmendin Allahun, me thirr një haxhi, me thirr një hoj, një najt mirë, pse? Atu ku përmendet Allahu, bjen mëshira Allahut, vinë na rrethojnë me laçet edhe pa shmangshëm kanë për të larguar të këqijat të cilat na rrethojnë. E lutem Allahun që Allahu më vetë ta mësojë në status të tillë, edhe lutem Allahun që mos të kem në zemrën tonë atë element që Allahu pe urrejka, ai është kooperacia.